Hetuesja ka në duar të gjithë materialin nga vrasja e dy fisht në Finikonda më 5 tetor e pronarit grek të kampingut dhe punëtorit të tij shqiptar, të cilit i kishte lënë gjysmën e pasurisë. Avokatja e mbesës së pronarit të kampingut deklaroi se klientja e saj ka kërkuar që t'i hiqet privatësia telefonike pasi kërkon që të zbardhet plotësisht krimi dhe dyshon se personat e përfshirë mund të jenë familjar. Ajo ishte mbesa e tij e dashur, ata flisnin bashk çdo ditë, tha ajo. Më konkretisht, Katerina Fragaki, avokate e mbesës së 68 vjeçarit, u shpreh se të premten e kaluar ishim në Kalamata, ku pash të gjithë sistemin të funksiononte shumë shpejt. Meqense kam trajtuar raste të tjera të tilla, këtu shoh reflekse vërtet të shpejta, diçka që na ka bërë veçanërisht të lumtur sepse klientja ime është një dëshmitare shumë e rëndësishme. Mos të harrojmë se ajo ishte mbesa e tij e dashur, me të cilën ai fliste çdo ditë duke shkëmbyer shumë mesazhe. Problemi ynë vetëm është se për fat të keq telefoni i saj celular nuk i ka ruajtur mesazhet për momentin dhe nuk kemi shumë materiale të rëndësishme. Në ditët në vijim do të bëjmë gjithçka që mundemi që privatësia e telefonit të saj celular të hiqet, në mënyrë që të mund ta ndihmojmë edhe hetuesin në këtë mënyrë, shtoi ajo. Mëtej avokatja e adoleshentes shpjegon edhe procedurat hetimore që po ndiqen. Tani për tani jemi në fazën kur hetimi është në zhvillim e sipër, gjë që do të kërkojë kohë dhe kjo kohë është shumë e rëndësishme. Sa më mirë ta lidhin autoritetet këtë çështje, aq më mirë do të shkojnë gjërat në gjykatë në mënyrë që gjyqtarët të mund të bëjnë atë që duhet bëjnë dhe atë që duam ne. Ne duam që të shihen të gjithë pjesëmarrësit në këtë tragjedi ku humbën jetën dy burra, pronari 68 vjeçar dhe kujdestari i tij. Të gjitha pyetjet do të marrin përgjigje nga hetimi. Ato do t'i jepen gjykatës dhe gjyqtarët do të jenë në gjendje të kenë një gjykim të drejtë. Klienti im përjashton mundësinë që këta dy fëmijë papritur të kenë kryer një krim të tillë. Ajo kumgul se sipas klientes ka persona të tjerë të përfshirë apo organizator deri tek familja dhe kërkon që të verifikohet gjithçka. Klientja ime kishte një sër pyetjesh që në fillim dhe mi bëri ato. Ajo vetë përjashton mundësinë që vetëm këta dy fëmijë që nuk kishin asnjë lidhje me xhaxhain e saj, i cili ishte një njerëz shumë i mirë, papritur kryen një krim të tillë kundër një personi që nuk e njihnin, nuk kishin asnjë lidhje me të dhe në fund nuk kishin asgjë për të fituar nga e gjitha kjo, shpjegon avokatja e mbesës së 68 vjeçarit grek. Ajo thekson se nëse do të ishte një grabitje apo një larje e sapesh, do të shihnim element të tjerë që tani nuk ekzistojnë. Mendja e klientes sime po shkon kudo, ajo nuk beson se do të gjendet një fajtor, por shumë më tepër si nxitës ose si bashkëpunëtor të domosdoshëm, si nga mjedisi familjar ashtu edhe jashtë tij, shpreh avokatja.